Po nëse burri do fliste me qatin, do beshe xheloze? Jo, se njoh burrin tënd. A quhet tradhtin nëse partnerja mund të flasish gjatë ditës me robotin? Ja. Unë më shpesh e përdor kur zihemi bashk. Sa i thua, ma? Them, janë çfarë ti them, më tha kështu. Ma tha ChatGPT-ja që ne të dy duhet të ndahemi, sepse ne zihemi shumë shpesh dhe unë do vazhdoj me robotin. Po, e thot, sepse të mbështet. Ndoshta të shkojmë, po ma tha, nuk e di. Duhet shirë ChatGPT. Po fshia se ngele ndero burr. Quhet tradhtin nëse gruaja jote, partnerja jote flet me robotin gjatë gjithë ditës? Po s'diskutohet. Quhet? Po s'diskutohet se quhet tradhti. Do të pyesi burrin. Po mi thonë roboti shko vrit veten. A ti blek roboti? Ja. Pap ke burri të vi. Isha te spitali me vajzën, kishte një plak te këmba, ishte një infermiere e re, sa prit pyes ChatGPT-n tha. Nuk e di domethënë. Gruaja mund thotë, "Re, sa mirë më flet roboti, ti s'di me fal apo?" Po gjëra tjera çfarë bën roboti? Gjëra tjera thuj. Jo s'ka tradhti. Ndonjëherë çati për ndonjë gjë? Pasha zotit për asnjë. Për gruan se ke pyet ndonjëherë? Po ja ku ka mashallah. Ashtu. Pa ajo flet me robotin. Po, unë e kam 24 orë gati. Ta them unë për mua pyet kjo se e njofun. S'të bën problem fare. Fare.